Qa du them? Thjesht kam thënë, mos mu afro. Tani, mos të ta bëj pao, edhe njërë ta kuptoj mirë, se nuk do të t'afrohe. Alba, do të bëj një pyetje shumë të sinqertë. Ti bën budallaqen apo je? Po mi bëj dua ta kuptoj se po, mendoj që po bëj bën Lora budallaqen fjalësh. apo je, që ta di si të sille me ty. Pyetja finale. A Të nuk bëra do unë të një ta pyetje, bëj... po bën budallaqen apo je? Se unë logjikisht, kur tjetra të thot, gjithë kjo gru këtu të thot, mos mu afro, dhe kam të drejtën time, që ti mos më afrohesh, se unë vërtet jam futur Big Brother, po kjo nuk do të thot që unë duhet pranoj të abuzohem nga dikush, dhe vendos unë çfarë bëhet me mua, vendos unë kush më rri afër, vendos unë kush më rri afër, dhe për çdo gjë tjetër. Dhe në momentin që unë vazhdoj ta përsëris 3 javë rresht, mos ma bëj më këtë muhabet, ti vazhdon prap, dër. Atëherë e budallaqe që s'të futet në tru. Po ti më Hygerta vete hape këtë lloj muhabeti Po jo të me që thea kam abuzuar, kam unë tendenca, po, ke tendenca me të shputa ullën e veshit, që është dëmtim. Qa s'kupton? Ku e ke hallin? Afrimitetit? A të pëlqen roli që po bëj? Kjo je ti zemra, kjo je ti. O, Hygerta, mos më ty, kjo je ti, se ti kështu ke reagu edhe herë të para. Kjo je ti, viktima. O, Hygerta, këtë gjë ke bëjë herë të para. O, Rio Alba, aman të keqe se s'kam nerva për zote. Ua, po e normalizon gjëndjen e londrimit, se si më tha, po t'kisha thikë në dorë që do bëje. Po merren fare me londrim, unë asë po pas e normalizon situatën, vetëm për faktin që është londrimi. Art kontemporan, aty te kamera dhe te muri. Në rast se do isha unë që do ja kisha thënë londrimit, ta gjëti palesat madhe, do e kishe bë dhe jam e sigur për këtë gjë, Hygert. Unë tani pyetja ime sinqert është, te veshi Hygerta, s'don se s'don të t'afrohem, apo realisht ta kam qarë veshin? Jo, s'ma ke qarë veshin, por nuk duat m'afrohesh. Nuk do t'afrohem? Okej, do gjejmë një metodë kreative. E kam gjetë në fakt. Je prap. Dhe, një gjë që e kam kuptu. Mos më thuj mu që po e bën rolin tim këtu. Pse? Se kur ta kam bërë herën e parë, kështu ke reagu. Kur ta kam bërë herën e dytë, kështu ke reagu. Dhe herën e tretë, tani që thjesht po bëhet bashkëbisedim, prap një lloj po reagon. Kështu që mos më thuj mua që po e bën rolin tim. Ndoshta kemi të dyja një lloj rolin. Kuptimin e reagimin ndaj situatave. E ke menduar ndonjëherë këtë? Sinqerisht e kam. E ke menduar? Të qeshun të ne? Të qeshun se nëzore në batu shumë të zjuar nga goja. Po nisë është e buza. Edhe më duket se e kuptove dhe ti një moment reflektimi. Do zarë të zi? Ja. Ja. E do zarë vine zi? Ti e do? Unë? Jam super njeri pajsër. Okej. Me që je paqësër, do të bëj për streti prap të veshit. Po, shumë mirë. Me zarvëzi pas ne. Pse zarvëzi? Po, zarvëzi. Dë gjej metodë kreative. Më ketë shpuar dhe ullën e veshit. Jo, do vje njërë doktori, do ta kontrollojë veshin, dhe po të ta kem shpuar unë realisht, atër do dalë me zarvëzi. Zemra ime ka vrasje dhe tentativ për vrasje. Jo, nuk është... Në të dyja rastet, po të tregoj. Pra është tentativ për të shpuar dhe ullën e veshit dhe shpuarje e dhe ullës e veshit. Edhe tentativa dënohet. Hygerta, pao, nuk është atë që rëndë, sa që të ndikoj frekuenca e paos të shpuarja da ullës së veshit, Hygerta. Ju lutem Big Brother, a mund të hapim një chat GPT këtu për informacione shkence? Dhe ishte mirë të televizori. Po, si kur ta shosh në këtë formë, që njeriu thjesht nuk do të të ketë afër. Edhe për këtë, unë gjej metodën kreative, prandaj po ta bëj pyetjen, kush është sinqeriteti? është puna që vërtet mendon se po tentoj me të shpuar veshin, apo është thjesht afrimiteti që se donë? Se për afrimitetin unë e gjej metodën kreative. Të dyja bashk. Jo, si janë të dyja bashk, edhe ti e ditë mirë. Të dyja bashk. Sepse ti e di shumë mirë që frekuenca e paos nuk është frekuenca që lartë për të shpuar veshin. Të dyja bashk, zemra. Të dyja bashk. Kam të drejtën time. Ju lutem Big Brother i ta hapim chat GPT-m, pa shat zot. Dhe të bëjmë Google search. Dhe me që nuk e qaka da ullën e veshit, ajde t'i bim pau gjithë banorve këtu. Qa probleme ka argëtim, Po, edhe Tonit ja kam bërë. Edhe Arditit ja kam bërë. Edhe ndonjë tjetri do ja bëj. Pau të veshit. Unë e gjej metodën kreative. Unë vendos për veten time. Po s'ka me probleme me veshje. Po, problem, unë e shambull ka me vesh. Në këtë rast, e bëre një herë, e bëre 2 herë, kur e bën herën e tretë, quhet abuzim. Jo, nuk është abuzim. Është abuzim. Përdesa tjetri ta kërkon mos e bëj, quhet abuzim pastaj.
Nuk është më loj, nuk është më shaka. Nuk është abuzim. Është abuzim. Sepse unë nuk të dëmtoj. Është për herë të tretë. Po nuk Është të abuzim. dëmtoj, moj. Është abuzim. Po frekuenca e pa. Është abuzim. Është abuzim. O, dy Gerta. Një herë, Abuzim do mos ishte e rast të bëj. afrohem. 2 herë, mos e bëj. Jo, mos mu 3 afro, mos e herë, bëj, se nuk të është dua abuzim. afër. Sepse nuk të dua afër, kjo është Është arsyeja jote. abuzim. Dhe unë që i Nuk kreative dua të më bësh pau, më shqetëson, më dëmton. Nuk të dëmtoj. Është abuzim. Po nuk të dëmtoj. Shko. Do shkoj se më kërkoj vllai i madh, të po lutem shko, Gerta, sqarohesh. ti nuk je vllai i madh. Jo, as pretendoj t'jem. Ti pretendon. Po ja, ti me vepra pretendon të jesh, në Jo, mënyrë jo, indirekte. Okay. I do, but I don't want to seem like victim or something. But I Mama ti hit, urdzove çfarë viktime. I hit Mestina, bro. Vetëm për ujtë, Ola.